emri i tij, profili i tij, i vendosur në kontekstin e gjithë pritshmërive, të pamundësive, të krizave, të faktorëve dhe sidomos të aktorëve të ndryshëm, e bën një përthyes shumë të mirë të këtyre koloreve politike. Por leturojmë që t'i ka përsej këto Ju folët për një periudhë gjatë, Skënderi ka një mendim tjetër, Skënderi thotë do kaloj shpejt se Trump ka hallen e midtermseve, apo jo? Nuk e di, ajo është, shiko, nuk ka një ndarje me thik, ndoshta këtu ambasadori na ndihmon, nuk ka një ndarje me thik që kjo mund të bëhet për 1 muaj, kjo mund të bëhet për 2 muaj, por në përgjithësi Senati ka kalendarin e vet. Dhe presidenti Trump ka prioritete shumë më të mëdha. Nëse do ishte fjala për një të dërguar në ngushticën e Hormuzit, do nominohej brenda 2 ditësh. Kurse një ambasador që të shkojë në Shqipëri, që vjen nga pensioni, edhe në një farë mënyrë e ullat emergjencën. Megjithatë thash, le të shpresojmë që ai vit paktën deri nga vjeshta ta kemi këtu dhe të jetë ky personalitet që ka njohuri dhe mund të jeti dobishëm për Në fakt, Frog, është çuditshme nga deri sot ka një heshtje totale temi nga skena politike në Tiranë. Zakonisht fillojnë gurgulet, fillojnë, siç e tha zoti Çeku, fillojnë to teoritë konspirative etj. Sa rreth duket që kjo lloj kandidature dhe mënyra si vjen e ka hequr zhurmën që normalisht do fillonte në raste të tilla. Për shembull, se do binte një figurë nga Departamenti i Shtetit. Ka përshtypjen se është momenti nuk lidhet drejt për drejt me ambasadorin e ardhshëm. Është një moment kur një pjesë e madhe e politikës së Shqipërisë nuk e di tash me kë është, me Orbanin, me Trumpin. Janë ngatruar pak. Janë ngatruar fjetë, domethënë nuk din se në shtyllat e telefonit. Më dëgjoj zoti Tritan Shehu kishte bërë gati 2 urime. Një nëse do fitonte Orban, fitoi ideat e konservatore, dhe ndërkohë fitoi Mazhar, e tha fitoi ideat liberale, kështu që sociale, kështu që ka ngatruar çik Orbani skenën në Tiranë. Pikërisht kjo është se kanë prevaluar gjëra të tjera dhe ky shkret megjithëse shumë i gjatë ka ngelur në hije, ende pa në zhurmë. Ja do presim për këto 2-3 ditë. Po doja të thoja një gjë që praktikisht Shtetet Bashkuara e praktikojnë në 30-40% të rasteve që dërgojnë ambasador politik, jo diplomat karriere. Dhe kjo lidhet pastaj mund të jetë nga republikat në botë më të pasura me këtë eksperiencë. E kjo lidhet dhe me faktin që kush është ky ambasadori politik? Përgjithsisht ambasadorët politik ju bëhen, si me thënë, shpërblime politike, për arsye se kanë dhënë kontributën fushata, për arsye se janë donator të mëdhenj, për arsye se janë biznesmen të mëdhenj. Po ju të rejsh vëmendjen vetëm një gjë, Frog. General Major, si kështu, General Major, General Majori Wen, ka dalë në pension në 21 janar 2021, pra me 20 janar 2021 është betuar presidenti Biden. Sigurisht që ka një lidhje të fuqishme. Me 21 ka ikur Donald Trump, me 21 ka ikur dhe... Në fjalë 2 pensionistat ditë. Sigurisht. Nëse do të bësh batut, po. Këto janë motive. Nëse do të analizosh pak më thellë. Këto janë motive dhe këto njihen hapur. Pensionist, po rikthyer prapaj. Këto njihen hapur në praktikat politike, diplomatike, Senatit të tjerë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Askush nuk mund të thotë Trumpit pse ke dërguar një shokun tënd që luaj dikur gur me të. Janë misira, janë shpërblime. Kemi pse të na vinë në rënd kur Amerikës nuk e vjen rënd. Kjo është kështu. Kjo është praktikuar nga gjithë president. Mos harrojmë një gjë në kohën kush ishte, domethënë, motra e Kennedy, u dërgua ambasadore në Japoni me njëherë si shpërblim për keqardhjen etj. Në Britani kemi ambasador. Është Steven, një biznesmen shumë i fuqishëm. Ambasador në Paris kemi vjedhjen. Në Paris etj. Kjo është një praktikë e njohur. Në Athinë, sitting alone për ne tani. Ish partnerja e djalit të tij. Pra le të themi, nuk është një praktikë pa njohur për Amerikën. Pa shumë e njohur. Sitting alone për ne. Kjo është problemi. Praktikisht sipas praktikave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sipas tërë skemave të diplomacisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, në një ambasador politik dërgohet në një vend i pritës nuk ka shumë rëndësi strategjike.
për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është edhe e përjetshme. Domethënë, nuk është vend krizash. Ardha e tij tregon një farë mungesë rëndësie. Po pikërisht, ka rënë rëndësia e Shtetet e Bashkuara, rëndësia e Shqipërisë për Shtetet e Bashkuara, nuk është një vend krizash, nuk është një vend mosmarrveshjesh, nuk është një vend që kërkon Pa e thonë është normaliteti. Është në normalitet, padyshim, ja vëmë dhe këtë emër, po të paktën në gjërat që shkruan Departamenti i Shtetit, që shkruan Shtëpia e Bardhë, thuhet që nuk ekziston kjo gjë. Kur kemi një ambasador, një diplomat karriere, do të thotë se këtu kemi probleme dhe këtu vëmendja e Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë e përqendruar. Rastin që kemi në dorë generalin, a do të thotë kjo se bëhet një pyetje, ky është general dhe vjen mase do ketë luftra. Jo domosdoshmërisht do të thotë kjo gjë. Ai ka ndodhur general për arsye se është miku i Trumpit, por do bëj punët e veta, në mënyrë civile. Edhe sikur të ketë luftë në rajon. Ambasadori nuk është drejtues. Në kohën e bordit të paqes nuk ka luftra. Edhe sikur të ketë një konflikt, ambasadori nuk bëhet ushtarak që udhëheq veprimet ardha e kësaj natyre të rrshin normalitetin në momentin që ti sjell një ambasador politik, do të thotë që Departamenti i Shtetit ka më pak punë me atë vend. Patjetër, ka më pak punë me atë vend, ka më pak vëmendje me atë vend, ka më pak probleme me atë. Patjetër kështu është. Por problemi është se çfarë punësh do ketë ambasadori me rrëmujën politike këtu që delegon. Ose po ja hedhim Skënderit e tokën. Në rregull. Froku ka interpretimin e tij me cilin besoj unë jam dakord që ndoshta ardha e këtij format ambasadori tregon që për presidentin, për Shtetet e Bashkuara, Shqipëria si Shqipëri, sigurisht nga pamja gjeostrategjike mendoj që ne vazhdojmë të kemi rëndësi për shkak se jemi epiqendra e faktorit shqiptar Ballkan, por Shqipëria si Shqipëri nuk ka atë tensionin që ka pasur dikur. Por kjo do të thotë që skena politike shqiptare nuk do të tentojë të flirtojë me ambasadorin e ri amerikan apo jo. Sokol, ma lejo një batut vogël fare me që u përmendon Orbani. Është pak habitshme të shohësh se si Donald Trump u nis për të provokuar rotacion pushtetin në Teheran dhe de facto shkaktoi rotacion pushtetin në Budapest. Kjo është një ironi e vogël e fatit që po provon në këtë orë dhe mirë që e provon. Ndërkohë që për të ardhur tek tema pastaj unë më shoh fiks siç edhe parafolsi si Froku tani jam shumë dakord me të. Se pastaj dikush të çep nga Selia Blu thotë, domethënë ardha e këtij ambasadori tregon që këtu do ketë rotacion politik në Shqipëri. Jo, absolutisht jo. Nga një unë e thash për batutat që jo që thuaj atyre që është për batuta. Nuk ka nevojë fare ti. Se ta besoj. Dgjoj absolutisht, nuk ka nevojë fare të japin përgjigje partive politike se lexojmë vetë situatën, po nuk e thash dhe fare për batut atë datën 21 janar që Joe Biden largohet dhe Joe Biden vjen dhe Wend largohet. Dhe Wend largohet. Largimi dhe mos harrojmë që nuk ka qenë largim i thjeshtë normale. Sigurisht. 3 javë pas ngjarjeve në Kapitolin. Sigurisht, largimet e gjithë ushtarakëve kanë qenë shumë të rëndësishme. Presidenti amerikan refuzoi të ishte në ceremoninë e daljes, pra le të themi nuk ishte prandaj e përmend si datë, nuk është një largim i thjeshtë, normal. Është një largim në një situatë anormale në Washington. Tani, emërimi i kësaj lloj kandidature, sepse ne jemi në një terren të lëvizshëm edhe hipotezash, me aq sa informacion sa kemi, natyrisht, se dinamikat nuk dihen, por emërimi i këtij formati bën pjesë në atë listë jo të vogël që ju e përmendët këtu, që janë ose familjar, ose miq dhe të afërm, ose pastaj aleat politike dhe biznesi. Mund të jetë ai rrethi i famshëm Maga, i njerëzve të cilët kanë qenë besnik ndaj presidentit dhe ai për këtë arsye i emëron diku në një post. Fakti që Shqipëria më në fund merr një kandidaturë, dhe këtu jam dakord me Çekun që thotë të shohim sepse korridoret e Senatit nganjëherë janë më shumë kthesa për kandidaturat, se atje me sa informohemi, ka lista pritjesh të caktuara dhe prioritete për vende që janë më të rëndësishme se ne. Jo, dakord, vetëm ka një gjë. E përmendi Çeku gjithashtu rastin e 2 emrave, cilët u rrëzuan. Po.
dhe ishin emra që vinin nga departamenti, pra diplomat karriere. Dhe i bë gradi 3 që e kemi të freskët. Po, dhe ideja, më thënë, ka dhe përveç temi agendës normale, kalendarit normal, ka dhe këto 39 telefonata më duket për atë zonjën kundër, 39 që ishin bërë nga një parti politike në Tiranë. Po, 39 telefonata, 39 seanca ku ishe lobu kundër saj. Një figurë e tillë, mendoj unë, ma e saj njo, do respektoj atë kalendari normal, po nuk besoj që ka dikush që të marrë telefon dhe të loboj kundër ti. Sepse s'ka që atë loboj, se është general. Kam një mendim pak ndryshe këtu, që zotria nuk ka rëndësi si emër dhe si format, sepse ndodhet në një kontekst i cili konteksti vetë është më rëndësishëm se sa emërtesa konkrete. Që dua të them me këtë? Me drejti unë ngritet me frokun një hipotezë në fund se si do të qëndroj ambasadori i ri, nëse do të vi, me rrëmujen politike të Tiranës. Unë po ju kujtoj një gjë, një element jo të parëndësishëm që ka ndodhur ndërkohë. Mandati i dytë i Donald Trump përkon me një linjë krejt të re në politikën e jashtme, e cila spak së pari e ka tërhequr Amerikën nga të gjitha nismat dhe organizatat shumë palshe, nga një numër i frikshëm deri tani. Unë e përmend literal, marrëdhëniet shqyra me NATO. Patjetër, dhe po mendohet për tikur nga NATO se fjala ka pesh, megjithëse ndodh pastaj. Vështirë do jetë, po. Patjetër. Gjithsesi raportet janë të tensionuara. Po, patjetër, raportet janë shumë të këqija. BE-ja është një armik i cili anatemohet gjithë ditën. Të gjithë liderët evropianë dhe liderët kryesor botror, minus Kim Jong-un, Vladimir Putin dhe Xi Jinping, janë gjithë këqij dhe vetëm këta tre janë burrat mirë në gojën e presidentit amerikan. Dhe ndërkohë, Amerika sa i përket kësaj pjesës tonë të vogël të Shqipërisë, ka bërë qartë një gjë, e cila na e zgjidh këtë dilemën nëse ambasadori i ri do të futet ose jo në batakun politik të Tiranës dhe në këto cicmicët tona të vogla. Amerika ka thënë, unë në politikën time ndaj Shqipërisë kam 3 merazhe. Krimin organizuar, emigracionin dhe trafiqin. Kartelet e drogës. Dhe bile i kemi pamjet e Klodian Braus, këto ka diskutuar dhe sot, kreu i SPAK, me këtë është përballur, me këtë tematik 3 është dhe sot në Washington. Në vizitën e fundit në Washington, ti e kujton shumë mirë, këto 3 janë thënë. Është hequr komponenti i demokracisë. Dhe nëse një ambasadori amerikan ja heq si detyrë pune që të merret me demokracinë, dhe kjo është një term ku ti mund të fusësh gjithë këtë seli dhe gjithë selit e televizioneve, domethënë virtualisht, dhe prap ka vend, do më fut gjithë Tiranën. Pra, nëse ti i heq këtë komponente, atëhere roli ti mbetet minor, sepse nuk futet aty ku Juri Kime ka parë veten si figurë e dorës parë, ligje elektoral të gjitha partitë në rezidencën e saj. Dhe jo vetëm Arvizu zgjidh 21 janarin e tjerë me gjitha ato që ne dim, ose Donald Luja me gjitha ato reformën drejtësi e tjerë. Ky vjen si një ambasador i një linje politike nga shteti që e dërgon, e cila ka të hequr komponenten kryesore që ambasadorët i bën të ndjehen të rëndësishëm në këtë vend, që është marrja me punët e përditshme të asaj që cilësohet si demokracia, ku është jeta politike, liria medias, korrupsioni, drejtësia, gjithçka, parlamenti, pra ambasadorët, unë e kam vënë re me kujdes se si është sjell natyrisht që zëvendës ambasadorja ka profil tullet për arsye se nuk është ambasador. Por prapë dhe ajo duket qartë që ka mbajtur qëndrimin e ka përçuar qartë këtë lloj linje që ne me Shqipërinë diskutojmë ato që janë interesa amerikane dhe interesat amerikane për momentin e i tham për te atyre të sigurisë e tjerë ku Shqipëria është tani në këtë rast pa ironi e them antare Bordit Paqes, është rreshtuar me të gjitha